Të dashur shikues, do të vazhdojmë me programin e 51 pikave të shpresës së kombit. Kultura dhe arti. Në fushën e kulturës do të ndiqet politika e mbledhjes, e restaurimit dhe paraqitjes, brenda e jashtë vendit, e vlerave kulturore të kombit tonë. Do të nxitet ruajtja e monumenteve të kulturës, do të organizohen veprimtari, në të cilat do të nxirret në pa roli historik, politike kulturore i kombit tonë dhe vendi që i takon atij si populli më i lashtë. Politika stimuluese do të ndiqet edhe për zhvillimin e arteve të bukura e sidomos për krijimin e konsolidimin e një brezi të ri artistësh të talentuar. Por gjithmonë pa lënë në harres vlerat e deri tanishme, folklorin dhe artin bashkëkohor, për çka do të ndiqen dhe praktikat të financimit nga shteti. Partia Shpresa Demokrate tregon një kujdes të veçantë për forcat e armatosura ushtarake. Nevoja e ristrukturimit të forcave të armatosura ushtarake dhe pajisja e tyre me armatimin e teknik bashkëkohor konsiderohet si e menjëhershme dhe vazhdueshme. Në këto kushte do të synohet ngritja e përgatitja e strukturave ushtarake, të pajisura mire e të afta për të përballë çdo situate që paraqet rrezik për kombin. Bashkëpunimet ushtarake do të zhvillohen mbi bazën e reciprocitetit dhe respektimit të integritetit shtetëror e dinjitetit kombëtar, duke synuar përgatitjen dhe specializimin e ushtarakëve shqiptar në vendet e zhvilluara. Gjithashtu do të rishikohet sistemi i pagës dhe i pensioneve për ushtarakët, me synimin për të rritur e duke u siguruar atyre të ardhurat më mjaftueshme për të jetuar normalisht, me dinjitet e pa u korruptuar. Brenda këtyre programeve do të garantohet për ushtarakët edhe strehimi falas në përparësi, në përputhje me normat bashkëkohore të strehimit. Partia Shpresa Demokrate u garanton punonjësve të policisë rritjen maksimale të pagës. Duke konsideruar një problem me rëndësi etike për zhvillimin e vendit, çështjen e rendit dhe të qetësisë, do të ndërmerren të gjitha nismat për të krijuar kushte lidhur me zhvillimin e një lufte efektive kundër kriminalitetit, në të gjitha format në të cilat shfaqet ai. Do të organizohen strukturat policore për të rritur profesionalizmin, pastërtinë, devotshmërinë dhe efektivitetin e punës së tyre. Kriteret të repta e profesionale do të caktohen në përzgjedhjen e punonjësve të policisë. Do të synohet pastrimi i strukturave policore nga elementet e inkriminuar dhe do të merren masa të ashpra ndaj të gjithë elementeve të korruptuar në radhët e saj. Nëpërmjet shkollimit e specializimit, do të synohet përgatitja dhe edukimi i punonjësve të policisë me dije shkencore bashkëkohore, me norma të shëndosha morale, me edukatë qytetare, me ndjenjën e respektit për shtetin e kombit dhe me ndjenjën e përgjegjësisë e shenjtërisë së detyrës që kryejnë, për t'i kthyer punonjësve të policisë dinjitetin e nevojshëm, si dhe për të rritur përkushtimin e tyre në kryen e detyrës me ndershmëri e profesionalizëm. Partia jon dhe juaj do të rishikojë sistemin e pagave të tyre, duke garantuar se paga minimale në 2 javë do të jetë 95.000 lekë të reja, pagë e cila sipas shkallës së vështirësive do të rritet deri në kufiri 1.200.000 lekë të rejave. Për nënpunësit e policisë dhe për familjet e tyre do të parashikohet një sistemi i veçantë sigurie. Në rastet kur kërcënohet integriteti i tyre fizik, gjithashtu do të parashikohen pensione të posaçme, si dhe do të garantohet strehimi i tyre. Partia Shpresa Demokrate garanton reformimin e organizimin, ngritjen e nivelit profesional dhe pavarësinë e plotë të pushtetit gjyqësor. Si shtylla kryesore dhe instanca e fundit e kontrollit e veprimtarisë të pushteteve të tjera, pushteti gjyqësor konsiderohet si pika më delikate e një shteti. Për këtë arsye, në vend të rëndësishëm do të zënë në politikat e partisë, reformimi i organizimit të pushtetit gjyqësor dhe ngritja e nivelit të profesionalizmit e të pavarësisë së tij. Organizimin e pushtetit gjyqësor e koncepton si një trup të pushtetshme, e cila përbohet nga individët më të pastër nga pikpamja morale, më të pa-anshëm nga pikpamja ndërgjegjës, më të ngritur nga pikpamja profesionale, më të moderuar nga pikpamja shoqërore, më të respektuar nga struktura dhe organet shtetërore dhe më të trajtuar nga pikpamja financiare. Vetëm persona të tillë, gjyqtar apo prokuror, mund të jenë luftëtar të denjë e të paepër kundër fenomenit të korrupsionit dhe të kriminalitetit të organizuar apo ordiner. Vetëm personat me cilësi
e më sipër me mund të na krijojnë besimin se do të bëjnë detyrën e nderuar e të shenjtë të dhënies së drejtësisë. Partia Shpresa Demokrate do të synojë dhe në krijimin e një sistemi gjyqësor, i cili të jetë i kontrollueshëm nga vetë strukturat e tij dhe të sigurojë mbrojtjen e të drejtave themelore të individit. Kontrolli i vendimeve në një gjykat është konceptuar të bëhet nga një gjykat më e lartë, duke siguruar në çdo rast të drejtën e individit për t'u ankuar ndaj vendimit të një gjykate më të lartë. Në themel të veprimtarisë së gjyqësorit do të jetë parimi i shenjtë i ligjshmërisë, çka nënkupton se gjyqtari është i varur vetëm nga ligji. Qëndrimi ynë është i qartë lidhur me këtë parim dhe do të punojmë që të respektohet ai rreptësisht, që gjykata qoftë edhe në mënyrë jo të drejtë për drejtë, të mos ketë atribute ligjborse, të cilat i takojnë legjislativit si organ përfaqësues sovran i popullit. Qëndrimi ynë është i qartë dhe për sa i përket zgjedhjes së gjyqtarëve të gjykatës së lartë. Gjyqtarët e gjykatës së lartë duhet të jenë të përjetshëm, me qëllim që mandatet e tyre të mos jenë objekt lakmie, egoizmi e kompromisesh politik. Lidhur me sistemin gjyqësor, qëndrimi ynë është se duhet të ketë 3 nivele gjykatash, të cilat të kenë në krye gjykatën e lartë, që do të ketë edhe kompetencat e kontrollit të kushtetueshmërisë të akteve të organeve të tjera. Për t'i siguruar pushtetit gjyqësor pavarësinë e nevojshme, ne do të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për të krijuar kështu kuadrin ligjor, i cili të parashikojë krijimin brenda këtij pushteti të një organi vendimars jo politik, për emërimet ngritje në detyrë dhe procedimin disiplinor të gjyqtarëve e të prokurorëve. Në funksion të konsolidimit të këtij pushteti do të kryen edhe investime për krijimin e kushteve të nevojshme lidhur me ushtrimin e veprimtarisë së dhënies së drejtësisë në mënyrë solemne e të denjë, duke u dhënë gjykatave atë paraqitje që duhet të kenë faltoret e shenjta të drejtësisë. Jashtë objektit të politikave të Partisë Shpresa Demokrate nuk do të jetë as trajtimi financiar, si dhe mbrojtja fizike e sigurimit i kushteve normale e të denja për jetën e qytetarëve dhe të prokurorëve. Partia Shpresa Demokrate garanton funksionimin e pushtetit ekzekutiv. Një rëndësi e veçantë do t'i kushtohet krijimit të strukturave efektive dhe fleksibël për të bërë të mundur zbatimin e drejtë të legjislacionit në fuqi. Lidhur me organizimin e strukturave administrative të këtij pushteti, Partia Shpresa Demokrate ka si objektiv përgatitjen e një kuadri ligjor të qartë, i cili do të përcaktoj kriteret të rrepta lidhur me rekrutimin e nënpunësve. Por në të njëjtën kohë do të respektohet e do të mbrohet me ligj, cili do nënpunës, që në punën e tij tregon nivel profesional, respektiv të ligjit e vlera morale. Ne do të garantojmë krijimin e një klime të përshtatshme ligjore, që do të kthejë sigurinë dhe dinjitetin e nëpunësve të ndershëm, të cilët deri tani janë trajtuar me respekt nga e prorët e tyre të korruptuar, sa herë që janë përpjekur të zbatojnë ligjin. Një përparësi e veçantë do të jetë krijimi i strukturave efektive në të cilët do të gjendet punës njeriu dhe jo njeriu të punë. Numri i nënpunësve në administratën shtetërore do të përcaktohet nga nevojat reale, që paraqiten gjatë funksionimit të saj dhe jo nga qëndrimet subjektive të organeve vendimarrëse. Nuk do të lejohet krijimi i strukturave jo efektive për të kënaqur tarafet, nepotizmin apo egoizmin paradoksal e të pangopur të pseudopolitikanëve antishqiptar, që nuk mendojnë se shpenzimet e tyre të pajustifikuara janë shpenzime, të cilat përballojnë nga taksat, pra nga populli. Po në të njëjtën kohë lejojnë organizimin e një lufte rezultative kundër fenomenit të korrupsionit dhe të riinkrimitimit të strukturave shtetërore. Fenomen që të çon në mënyrë të pashmangshme në shkatërimin e shtetit. Një përparësi të veçantë do të ketë për zgjedhja dhe kualifikimi i nënpunësve, duke pasur si kriter bazë profesionalizmin. Për rritjen e nivelit administratës shtetërore do të ndiqen politika, të cilat do të mundësojë rekrutimin e nëpunësve të rinj në moshë dhe të aftë për të mësuar e për të specializuar, në mënyrë që në veprimtaritë e tyre të praktikojnë dije të nivelit bashkëkohor. Pjesë e rëndësishme e këtyre praktikave do të jetë edhe rishikimi e përmirësimit trajtimit financiar, si stimul bazë për kryerjen e detyrës profesionalisht.
Partia Shpresa Demokrate garanton organizimin dhe funksionimin e shtetit demokrat. Të vëdishëm për rëndësinë që ka ndërtimi i shtetit ligjor, me qëllim realizimin e programit në funksion të progresit kombëtar, duke mbajtur parasysh dëmet e mëdha që u janë shkaktuar ndërgjegjes kombëtare dhe dinjitetit të shtetit shqiptar në komunitetin ndërkombëtar. Prapambetjen ekonomike dhe anarkim politike, rrjedhoi e qëndrimeve të papërgjegjshme të anti-shqiptarëve të pas luftës së dytë botërore. Një nga synimet kryesore të Partisë Shpresa Demokrate është krijimi i shtetit ligjor, i bazuar në parime demokratike dhe në ndarjen e balancimit të pushteteve. Partia jon garanton të drejtën e popullit shqiptar për të shprehur dhe për të vendosur lirisht të drejt për formën e organizimit politik shtetëror, që dëshiron të ketë, garanton se cili do që të jetë verdikti i popullit. Do të respektohet plotësisht, si thelbin e konceptit të shtetit ligjor, ne konsiderojmë organizimin e organeve dhe strukturave administrative, të cilat me veprimtarinë e tyre të karakterizohen nga racionalizmi, profesionalizmi, transparenca publike, respektimi i ligjit, kontrolli i brendshëm dhe jashtëm. Si qëllim bazë i ngritjes dhe i funksionimit të strukturave shtetërore, do të konsiderohet ndërtimi i një shteti në funksion të interesave të shtetasve. Qëndrimi ynë i vazhdueshëm do të jetë lufta kundër shmangjes së strukturave shtetërore nga detyrat ligjore. Kundër degenerimit të shtetit, të një shteti qëllim në vetvete dhe kthimin e tij në vegël në funksion të njerëzve të korruptuar, me qëndrime veprimtari kriminale anti-shqiptare, papajtueshmërisht me fenomenin e korrupsionit të çdo niveli. Partia Shpresa Demokrate garanton përgatitjen e kuadrit ligjor dhe të strukturave efektive për penalizimin dhe luftën deri në mposhtjen përfundimtare të këtij fenomeni, i cili ka vënë në rrezik ekzistencën e kombit. Do të merrem masa për të mos lejuar punësimin në strukturat shtetërore të personave, të cilët gjatë jetës së tyre, qoftë dhe një herë, janë dënuar për korrupsion, pavarësisht se masa e lloji i dënimit mund të ketë qenë të lehta. Shteti do të sekuestrojë e do të konfiskojë persona të dënuar për korrupsion, çdo gjë që ata kanë përfituar nga korrupsioni. Partia Shpresa Demokrate u garanton fshatarëve dhënien e kredive për blerjen e makinerive, bujqësore për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe sigurimin e mirëqenies familjare. Lidhur me zhvillimin e bujqësisë dhe të blegtorisë, do të ndiqim politika e programe të përshtatshme, të cilat do të kenë si përparësi dhënien e tokës fshatarëve, që duan ta punojnë atë, dhënien e kredive me kushte lehtësuese për blerje e farërave, plehrave kimik, pesticideve dhe mjeteve të pajisjeve bujqësore të nevojshme. Gjithashtu, do të ndiqen politika të veçanta për të garantuar prodhimin bujqësor vendas nga konkurenca e prodhimit bujqësor të huaj, duke parashikuar detyrime doganore të karakterit mbrojtës për importet e prodhimeve bujqësore të huaja e duke siguruar kështu zhvillimin e një bujqësie bashkëkohore e intensive. Jashtë politikave tona nuk do të mbetet edhe hartimi i programeve të qarta, që do të synojnë përgatitjen e kuadrit, me nivelin profesional e të nevojshëm, për zhvillimin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Do të synohet të ngrihen struktura të posaçme për grumbullimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale nga prodhuesi i vogël, që të mos shpenzohet kohë e energji me trajtimin prodhimit të çdo prodhuesi. Partia Shpresa Demokrate garanton nxitjen e investimeve të huaja. Pashtu dhe aktiviteti i kompanive të huaja private do të kontrollohet nga shteti. Në fushën e investimeve garantohet përgatitja e kuadrit ligjor dhe të nevojshëm, në mënyrë që të nxitet investimi i kapitalit të huaj, sidomos në sektorët me rëndësi strategjik për zhvillimin e vendit. Për këtë do të synohet krijimi i lehtësive fiskale për investitorët e huaj dhe do të ofrohen atyre sektor të tillë të rëndësishëm si kërkim shfrytëzimi mineraleve, nxjerrja e përpunimit i naftës, telekomunikacionet, të cilat bëjnë të mundë zhvillimin e prodhimit ton dhe hapjen e vendeve të punës. Partia Shpresa Demokrate garanton të rishikohet sistemi fiskal. Lidhur me zhvillimin e ekonomisë së vendit, Partia Shpresa Demokrate do t'u japë përparësi disa çështjeve kryesore. Konkretisht, do të rishikohet sistemi fiskal,
duke vendosur taksa të cilat do të bazohen në kriteret të studiuara e të qarta, në mënyrë që barra tatimore të mos pengojë rritjen e nivelit të kushteve të jetesës së popullsisë. Të stimuloj shtimin e numrit dhe zhvillimin e biznesit të vogël e të mesëm dhe të shmang krijimin e monopoleve të aktivitetit tregtar. Do të ndiqen politika e vendosjes së tatimeve me karakter mbrojtës, për të nxitur prodhimin vendas dhe për t'i prerë rrugën konkurrencës së mallrave të huaj, si dhe daljes së valutës jashtë vendit. Sistemi bankar do të stimulohet e do të nxirret për të bërë efektiv në zhvillimin e ekonomisë vendase. Dhe bashkëkohor, nga pikpamja e funksionimit dhe ofrimit të shërbimeve ndaj individit. Partia Shpresa Demokrate do të vërthesi në decentralizimin e pushtetit vendor, duke marrë në konsiderat burimet natyrore të vendit tonë, të cilat, si për nga lloji edhe për nga shtria gjeografike, e bëjnë vendin tonë një nga më të pasurit në raport me numrin e popullsisë, si dhe përvojën e vendeve të zhvilluara të demokracive perëndimore. Në organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor, do të rikonceptohet kuadri ligjor i organizimit dhe i funksionimit të qeverisjes vendore. Objekti i këtij reorganizimi do të jetë përcaktimi i qartë i strukturave qeverisëse demokrate, veprimtaria e të cilave do të jetë një shprehje dhe pjesëmarrje më e madhe e vullnetit të zgjedhësve të njësisë administrative për zgjedhjen e problemeve të tyre. Me këtë kuadër ligjor do të rregullohet e drejta e strukturave të qeverisjes vendore, për të pasur në administrimin të drejtë për drejtë e të plotë, në interes të banorëve të një njësisë përkatëse, pasuritë natyrore shtetërore që ndodhen brenda territorit, ku shtrihet juridiksioni i kësaj strukture. Duke ju referuar pozicionit gjeografik dhe mundësive reale që ofron natyra jonë, do të synohet zhvillimi i turizmit dhe banorët e zonave turistike, duke mos lejuar në asnjë rast përdorimin e zonave turistike si objekt për të pasuruar pushtetarët. Zona turistike do të jenë një përparësi, e cila u takon pronarëve të ligjshëm dhe do të administrohet vetëm nga ata. Këto zona nuk mund të jenë objekt interesash politik nga interesash të ngushta personale. Marrëdhëniet e pushtetit qendror me organet e pushtetit vendor do të sankcionohen si marrëdhënie partnerësh të barabartë dhe jo si marrëdhënie e prorvartës. Të marrëdhënie do të kenë për objekt dhënien e ndihmave materiale dhe kreditimin ekonomisë, si dhe përmirësimin e mënyrës së organizimit e të funksionimit të organeve të pushtetit vendor, në funksion të realizimit të interesave ekonomike, morale e politike të banorëve të njësisë vendore përkatëse. Partia Shpresa Demokrate garanton që populli shqiptar të arrijë një nivel ekonomik të barabartë me popujt e Evropës dhe të jap kredi financiare çdo shtetasi shqiptar. Partia Shpresa Demokrate. Me besimin e patundur në drejtsinë e qëllimit dhe të rrugës sonë, si dhe me besimin te Zoti. Do të punojmë e do të luftojmë për të gjitha forcat për realizimin e këtij programi, për përmbushjen e amanetit të parëve tanë, për realizimin e interesave dhe të aspiratave të kombit, për progresin dhe dinjitetin moral të çdo shqiptari, për ta bërë vendin tonë një nga vendet demokrat të mirëfillt, të përparuar e të nderuar në të gjithë botën. Bashkohuni me ne, veri, jug, lindje perëndim, jemi një racë, një gjak, një gjuhë, një komb, jemi vëllezër. Të japim besën njëri tjetrit, për të punuar e luftuar, që fëmijëve tanë të krijojmë e të lëmë parajsën, krenarinë kombëtare, dinjitetin e një kombit bashkuar, shqiptari, me gjakun e tij, ka vullosur të drejtën që të jetojë e të jetë zot në vendin e tij, me vizionin e qartë të një rruge të ndritur drejt progresit të vazhdueshëm. Zoti bekoft rrugën tonë, Zoti bekoft kombin shqiptar. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Gani Pilinçi. 20/9/2001. Partia Shpresa Demokrate këmban atë bie në të gjithë Shqipërinë brenda kufive të saj natyror. Thirrja ime dhe Partia Shpresa Demokrate për çdo shqiptar është o sot o kur.
Amerika është me shqiptarët e kufive të saj natyror dhe jo me spionët anti-shqiptare anti-amerikanë. Bashkohuni me ne motra dhe vëllezër, veri, jug, lindje dhe perëndim, shqiptarët e mi, ngrini flamurin amerikan dhe shqiptar në çdo cep, në çdo shati të tokës shqiptare brenda kufive të saj natyror. Ne jemi të një race, me një gjak, një gjuhë dhe një kom, dhe feja jonë është flamuri i kuq me shqiponjat krenare. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Gani Pilinçi. Ndalohet riprodhimi në çdo lloj mënyre i programit ose i pajisjeve të tij, pa lejen e autorit. E drejta e autorit është e rezervuar dhe mbrohet sipas legjislacionit në fuqi. Të dashur shikues, ky ishte programi i 51 pikave të shpresës së kombit. Faleminderit që na ndoqët.